Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luze. Bordi i transparencës ndalon funksionimin. Vendimi është marrë këtë të premte nga qeveria si pasojë e stabilizimit të tregqeve globale. Vendimi i fundit i bordit për çmimet e hidrokarbureve ishte të mërkurën, sipas të cilit nafta u vendos të shitej me 176 lek për litër, kurse benzina me 166 lek. Qeveria në mbledhjen e mbajtur këtë të premte ka vendosur shfuqizimin e bordit të transparencës. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, shpjegon se ky vendim vjen pas stabilizimit të tregqeve ndërkombëtare, pas marrëveshjes për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje te kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Vendimi i fundit i bordit për çmimet e hidrokarbureve ishte të mërkurën, sipas të cilit nafta u vendos të shitej me 176 lek për litër, kurse benzina me 166 lek. Bordi i transparencës u rikthye në funksion në mars, ku më datë 20 shpalli edhe vendimin e parë. Ministria gjithashtu njoftoi se qeveria miratoi 3 projekt ligje të rëndësishme, të cilat lidhen me kapitullin 6 të negociatave për shoqëritë tregtare. Miratuam 3 projekt ligje shumë të rëndësishme që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë 3 projekt ligje që janë pjesë e kapitullit 6, i cili është një kapitull i lidhur me shoqëritë europiane. Ne kemi një paketë prej 9 ligjesh në fakt për të miratuar, të cilat do të garantojnë që ne, pra shoqëritë tregtare shqiptare, do të kenë të njëjtat kushte dhe të njëjtat mundësi që shoqëritë europiane kanë. Konkretisht sot ne miratuam 3 ligjet, të cilat lidhen me statutin e shoqërive europiane. Ky ligj krijon një kuadër ligjor, i cili më parë nuk ka ekzistuar, i cili është në përputhje me të gjithë legjislacionin evropian dhe i cili do t'i hap rrugën një bashkëpunimi më të mirë të shoqërive shqiptare me shoqëritë europiane. Ligji i dytë që miratuam është ligji për shoqëritë europiane të bashkëpunimit, gjithashtu përmbush kuadrin ligjor për shoqëritë europiane, dhe ligji i tretë lidhet me grupimet ekonomike me interes europian. Siç thash, të 3 këto projekt ligje pritet të miratohen në parlament brenda muajit qershor, siç kemi dhe brenda muajit korrik, siç kemi dhe dakordsuar me agjendën tonë me Bashkimin Evropian, po ndërkohë do të plotësohen me një grup tjetër ligjesh, të cilat ne i kemi gati, jemi në pritje të miratimit final nga Bashkimi Evropian me qëllim që t'i kalojmë në parlament. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike vijuan trendin rënës edhe gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, duke zbritur në 16.57%, niveli më i ulët i raportuar në vite. Treguesi i humbjeve mbetet një nga parametrat kryesorë për performancën e operatorit të shpërndarjes, pasi ndikon drejt për drejt në kostot e sistemit dhe në eficiencën e furnizimit me energji elektrike. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike vijuan trendin rënës edhe gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, duke zbritur në 16.57%, niveli më i ulët i raportuar ndër vite. Të dhënat e entit regulator të energjisë tregojnë se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, kur humbjet rezultonin 17%, është shënuar një përmirësim prej 0.43%. Zakonisht reduktimi i humbjeve është rezultati i investimeve në rrjetin e shpërndarjes, si dhe i masave për identifikimin e lidhjeve të palishme dhe ndërhyrjeve të paautorizuara në sistem. Treguesi i humbjeve mbetet një nga parametrat kryesor për performancën e operatorit të shpërndarjes, pasi ndikon drejt për drejt në kostot e sistemit dhe në eficiencën e furnizimit me energji elektrike. Humbjet teknike lidhen kryesisht me gjendjen e rrjetit dhe karakteristikat fizike të transmetimit të energjisë.
ndërsa humbjet jo teknike përfshin vjedhjet e energjisë dhe problematikat e matjes. Nga ana tjetër, të dhënat e erës tregojnë se niveli i arkëtimit në sistemin e shpërndarjes rezultoi 82% për periudhën janar-prill 2026. Ky tregues paraqitet dukshëm i ulët se niveli prej 99% i raportuar një vit më parë. Megjithatë, vlerësimi përfundimtar i performancës së arkëtimit pritet të qartësohet në raportimet e mëtejshme vjetore. Shoja ka hapur garën për ndërtimin e linjës së re 35 kV Kavaj-Rogozhi me gjatësi prej rreth 19 km. Sipas OSSH-s, qëllimi kryesor i këtij investimi është rritja e kapaciteteve shpërndarëse të energjisë elektrike në zonat bregdetare nga Spylleja deri në Divjak. Drejtoria e Tensionit të Lartë OSSH ka shpallur procedurën e prokurimit për ndërtimin e linjës së re 35 kV Kavaj-Rogozhin. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, fondi limit i këtij projekti është 299.991.000 lek. Projekti parashikon ndërtimin e një linje të re 35 kV nga nën stacione 110, 35, 20, 6 kV i Kavajës deri në stacionin 35, 10 kV të Rogozhinës. Linja e re do të ketë një gjatësi për rreth 19 km dhe do të ndërtohet në një trase të re me izolacion të përshtatshëm për kalimin në tension 110 kV në të ardhmen. Projekti do të realizohet me standardet bashkëkohore, thuhet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik. Sipas OSSH-s, qëllimi kryesor i këtij investimi është rritja e kapaciteteve shpërndarëse të energjisë elektrike në zonat bregdetare nga Spylleja deri në Divjak, si dhe përmirësimi i sigurisë së furnizimit për në stacionet Divjak dhe Ballaj. Aktualisht, këto zona furnizohen nga një linjë ndërtuar në vitin 1965 dhe konsiderohet e amortizuar për shkak të moshës së avancuar. Mëtej në dokument theksohet se përmes këtij projekti synohet jo vetëm garantimi i një furnizimi më të qëndrueshëm me energji elektrike, por edhe krijimi kushteve për zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonave bregdetare. Sipas relacionit teknik të projektit, nga ky investim do të përfitojnë drejt për drejt rreth 11.815 abonent. Ndër përfitimet kryesore renditen rritja e kapaciteteve transmetuese dhe shpërndarëse të rrjetit të tensionit të mesëm, reduktimi i humbjeve teknike, përmirësimi i cilësisë së furnizimit dhe krijimi i mundësive për integrimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, veçanërisht impianteve fotovoltaike. Projekti parashikon gjithashtu uljen e ndërprerjeve të energjisë, përmirësimin e nivelit të tensionit dhe rritjen e treguesve të cilësisë së shërbimit, duke garantuar standarde më të larta për konsumatorët familjar dhe bizneset e zonës. OSSH vlerëson se ndërtimi i kësaj linje të re përbën një investim afatgjatë për sigurinë energjetike dhe një hap drejt modernizimit të rrjetit elektrik në zonat me zhvillim të shpejtë ekonomik dhe turistik. Shqipëria shënon progres në lidhjen digjitale me rezultate të larta në infrastrukturën celulare dhe përdorimin e teknologjisë. Sfida mbetet tek interneti më i përballueshëm. Shqipëria po konsolidon gjithnjë më shumë pozicionin e saj në epokën digjitale sipas vlerësimit të fundit të Mobile Connectivity Index nga GSMA Intelligence, i cili mat faktorët kryesorë që ndikojnë në përdorimin dhe zhvillimin e internetit celular. Sipas të dhënave të publikuara për vitin 2025, Shqipëria ka arritur një rezultat të përgjithshëm prej 72.21 pikësh, duke reflektuar një nivel të mirë të lidhjes mobile dhe përdorimit të teknologjisë. Një nga pikat më të forta të vendit rezulton të jetë gatishmëria e konsumatorëve, ku Shqipëria ka marrë një vlerësim prej 87.14 pikësh. Ky tregues lidhet me aftësinë e qytetarëve për të përdorur teknologjinë, njohuri digjitale dhe gatishmërinë për të përfituar nga shërbimet online. Edhe infrastruktura e internetit celular paraqitet në nivele të larta, me një rezultat prej 80.12 pikësh, duke treguar zhvillimin e rrjeteve mobile dhe përhapjen e aksesit në internet përmes pajisjeve të lëvizshme. Ndërkohë, një sfidë mbetet përballueshmëria e internetit celular, ku Shqipëria është vlerësuar me 64.72 pikë. Ky tregues mat se sa lehtësisht qytetarët mund të përballojnë shërbimet e internetit krahasuar me të ardhurat dhe tregon se ka ende hapësirë për ta bërë aksesin digjital më të lirë. Rezultati më i ulët shënohet në kategorinë përmbajtje dhe shërbime, me 60.17 pikë, duke sinjalizuar nevojën për më shumë zhvillim të shërbimeve online, aplikacioneve lokale dhe përmbajtjeve digjitale që nxesin përdorimin e internetit. Në një kohë kur ekonomia, arsimi dhe shërbimet publike po kalojnë gjithnjë më shumë online, këto tregues tregojnë se Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në ndërtimin e një shoqërie më të lidhur,
por sfida e radhës mbetet që teknologjia të jetë jo vetëm e disponueshme, por edhe më e përballueshme dhe më e dobishme për qytetarët. Sektori i shërbimeve ka nisur vitin 2026 me rritje i mbështetur kryesisht nga aktiviteti i pasurive të paluajtshme dhe turizmi, si në shitje ashtu edhe në punësim e në paga. Ndërsa disa sektor tradicional si transporti dhe informacioni e komunikacioni po përballen me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Sektori i shërbimeve ka nisur vitin 2026 me një ecuri pozitive i mbështetur kryesisht nga aktiviteti i pasurive të paluajtshme dhe turizmi. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se në 3 muajin e parë të vitit janë zgjeruar shitjet neto në pjesën më të madhe të aktiviteteve ekonomike, ndërsa punësimi dhe pagat kanë vijuar të rritën në shumicën e sektorëve. Aktiviteti i pasurive të paluajtshme rezulton sërish motori kryesor i rritjes me një zgjerim prej 31.5% të shitjeve neto në volum, krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë. Performancë të fortë shënuan edhe hotelet me një rritje prej 12.6% si dhe bar-restorantet, ku shitjet u rritën me 8.4%. Në rritje ishin gjithashtu aktivitetet e arkitekturës dhe inxhinierisë me 8%, tregtia me 4.6% dhe aktivitetet e sigurimit me 4.9%. Në kahun tjetër, transporti, magazinimi dhe posta shënuan rënje me 3.8%, ndërsa informacioni dhe komunikacioni u tkurr me 1.6%. Edhe tregu i punës paraqet një panoramë pozitive. Punësimi u rrit me 22.5% në aktivitetet e pasurive të paluajtshme, me 9.4% në hotele dhe 3.7% në agjensitë e udhëtimit e 3.6% në tregti. Megjithatë, disa aktivitete vijojnë të shfaqin dobësi pasi punësimi ra me 10.5% në administratën e zyrave dhe mbështetjen administrative, si dhe me 3.2% në aktivitetet e sigurimit dhe hetimit. Rritja e pagave ka qenë edhe më e fortë. Fondi i pagave u zgjerua me 35% në aktivitetet e real estate, me 22% në hotele dhe me 20.5% në agjensitë e udhëtimit, ndërsa rritje dyshifrore u regjistruan edhe në tregti, bar-restorante, informacion dhe komunikacion, aktivitete inxhinierike dhe sigurimin. I vetmi sektor që shënoi rënje të pagave ishte administrimi i zyrave dhe mbështetja administrative me 6.5%. Të dhënat e 3 mujorit të parë tregojnë se shërbimet vazhdojnë të mbështeten nga dinamika e turizmit dhe zgjerimi i aktivitetit në tregun e pasurive të paluajtshme, ndërsa disa sektor tradicional si transporti dhe informacioni e komunikacioni po përballen me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Ministria e Financave ka përcaktuar pragje të reja të taksimit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri sipas vlerës së tregut, ndërsa qytetarët që kanë më shumë se 2 prona për njërin prej tyre do të përfitojnë zbritje gjysmën e vlerës. Të gjitha pasuritë e paluajtshme në Shqipëri do të taksohen me vlerë tregu, qofshin ato njësi banimi, ambiente komerciale apo toka. Baza e taksës mbi pasuritë e paluajtshme është vlera e taksueshme e pasurisë së paluajtshme. Referuar projekt ligjit të ri të Ministrisë së Financave të hedhur për konsultim publik, njësitë e ndërtesave që përfshihen në kategorinë ndërtesa për banim do të taksohen 0.1% deri në 0.2%, ndërtesat për veprimtari ekonomike 0.15% deri në 0.25%. Parcelat që përfshihen në kategorinë tokë bujësore, blektorale dhe tokë pyjore 0.05% deri në 0.15% dhe parcelat që përfshihen në kategorinë tokë truall apo tokë me përdorime të tjera 0.075% deri në 0.175%. Ndërsa shkalla e taksës për ndërtesën e papërfunduar është 30% e shkallës së taksës së kategorisë përkatëse të taksimit, ku është klasifikuar ndërtesa e papërfunduar. Sa i takon taksës për njësitë e banimit, projekt ligji parashikon zbritje për banesën e parë. Konkretisht, sipas tenit 8 të projekt ligjit, zbritja zbatohet vetëm për banesën e parë të individit. Zbritja është e barabartë me 50% të vlerës së vlerësuar të banesës së parë, por në çdo rast nuk mund të tejkalojë pragun maksimal të zbritjes të miratuar nga Këshilli Bashkiak. Për banesat me vlerë deri në 2 fishin e pragut të zbritjes, taksa llogaritet vetëm mbi 50% të vlerës së banesës. Si rrjedhoi, individi është detyruar të paguajë vetëm gjysmën e taksës që do të paguante, nëse prona nuk do të ishte banesa e tij e parë. Për banesat e para me vlerë më të lartë, përjashtohet nga taksimi vetëm pjesa e vlerës që korrespondon me pragun e zbritjes dhe taksa llogaritet mbi pjesën e vlerës që tejkalon këtë prag. Këshilli Bashkiak mund të rrisë deri në 20% përmes një vendimi të arsyetuar pragun maksimal të zbritjes vetëm në rastet kur kjo rritje justifikohet nga rrethana të veçanta, me qëllim zbutjen e efekteve të menjëhershme të rritjes së taksës si pasojë ndryshimeve të pazakonta të vlerave të banesave. Bashkpronari ose bashkposeduesi i një njësie ndërtese që shërben si banesë e parë ka të drejtën e zbritjes për banesën e parë në proporcion me pjesën e tij të caktuar.
individi i cili ka në pronësi apo posedim 2 ose më shumë banesa, ka të drejtën e zbritjes për banesën e parë, për vetëm një prej këtyre banesave, pa marrë parasysh faktin që banesat mund të ndodhen në bashki të ndryshme. Ndërsa individët që kanë në pronësi ose posedim vetëm një banesë, përfitojnë automatikisht zbritjen për banesën e parë dhe nuk duhet të vetdeklarojnë në bashkinë përkatëse. Sipas draftit, individët të cilët kanë në pronësi ose posedim më shumë se një banesë duhet të vetdeklarojnë në bashkinë përkatëse deri më 30 qershor të vitit para vitit tatimor njësinë e ndërtesës që shërben si banesa e tyre e parë për të përfituar zbritjen në vitet pasuese tatimore. Shtresat në nevojë si pensionistët apo personat me ndihmë ekonomike, të cilët kanë në pronësi një banesë, do të përjashtohen nga taksa e pasurisë. Po ashtu, përjashtim do ketë edhe për hotelet me 4 deri në 5 yje me marka ndërkombëtare. Nga taksa e re e pasurisë së paluajtshme do të përjashtohen një kategori taksa paguesish. Konkretisht referuar në një 10 të projekt ligjit, nga detyrimi për të paguar këtë taks do të përjashtohen pasuritë e paluajtshme shtetërore, pasuritë e paluajtshme fetare si dhe ndërtesat e papërfunduara, që në 31 dhjetor të vitit para vitit tatimor janë duke u ndërtuar në përputhje dhe brenda afatit të ndërtimit të përcaktuar në lejen e ndërtimit. Po ashtu të përjashtuar do të jenë dhe strukturat akomoduese, hotel resort me 4 dhe 5 yje status special, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës të turizmit, që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht brand name, së bashku me parcelën, pjesën takuese të parcelës ku ndodhet struktura akomoduese, ose pjesën takuese të sipërfaqeve të përbashkëta në bashkëpronësi apo bashkëposedim të detyrueshëm, në rastet kur struktura akomoduese është pjesë e një ndërtimi kolektiv. Përjashtimi i parashikuar për strukturat akomoduese zbatohet për një periudhë 10 vjeçare dhe efektet e tij nisin nga viti i fillimit të veprimtarisë ekonomike të strukturës akomoduese, por në çdo rast jo më vonë se 3 vjet nga viti kur është përfituar statusi special. Projekt ligji synon që të mos krijojë një barë të re fiskale për kategoritë në nevojë. Konkretisht përjashtohen nga taksa e pasurisë banesat e deklaruara si vendbanim në pronësi ose posedim të kryefamiljarëve, kur këta të fundit trajtohen me ndihmë ekonomike. Banesat e deklaruara si vendbanim në pronësi ose posedim të kryefamiljarëve, që përfitojnë vetëm pension pleqërie, pension invaliditeti apo pension social kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionist ose dhe me persona në ngarkim të tyre që janë të paaftë për punë. Banesat sociale në pronësi të pushtetit vendor, si dhe banesat në pronësinë e pushtetit qendror dhe personave privat, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren si banesa sociale. Të përjashtuara do të jenë dhe pasuritë e paluajtshme në pronësi të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, që përdoren ekskluzivisht për ushtrimin e veprimtarisë së tyre zyrtare. Përjashtimi zbatohet vetëm në rastet kur shteti i përkatës i siguron përfaqësive diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë trajtim të njëjtë në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare në fuqi. Administrata tatimore ka përfunduar fshirjen pa kushte të detyrimeve tatimore të papaguara për mbi 105.000 tatim pagues. Në total janë çuar detyrime në vlerën 91.6 milion euro, kryesisht gjoba administrative dhe penalitete për deklarime të vonuara. Administrata tatimore ka përfunduar procesin e fshirjes pa kushte të detyrimeve tatimore të papaguara për mbi 105.000 tatim pagues. Sipas njoftimit zyrtar, nga ky proces kanë përfituar 105.409 tatim pagues, të cilëve u janë fshirë apo shuar detyrimet në vlerën totale prej 91.6 milion eurosh. Pjesën më të madhe e zën gjobat administrative të vendosura nga inspektorët tatimor për detyrimet të papaguara, që lidhen me periudha tatimore deri më 31 dhjetor 2014 dhe me datë kontabilizimi deri më 31 dhjetor 2024. Për këtë kategori janë fshirë 70.5 milion euro detyrime, nga të cilat kanë përfituar 13.667 tatim pagues, ndërkohë 21.1 milion euro të tjera janë fshirë nga gjoba të tjera administrative, përfshirë penalitetet për dorëzim të vonuar të deklaratave. Këto detyrime lidhen me periudha tatimore deri më 31
31 dhjetor 2024 dhe me datë kontabilizimi deri më 30 qershor 2026, me kusht që deklaratat përkatëse të kenë statusin e dorëzuar. Nga kjo kategori kanë përfituar 96.302 tatim pagues. Administrata tatimore kujton gjithashtu se tatim paguesit kanë afat deri më 30 qershor 2026 për të përfituar nga një tjetër lehtësi fiskale. Ata mund të paguajnë me një këst të vetëm 50% të detyrimit kryesor për periudhën 1 janar 2015 deri më 31 dhjetor 2019 për të përfituar fshirjen e 50% të mbetur të principalit, si dhe faljen e plot të gjobave dhe kamatvonesave. Procesi është realizuar nga administrata tatimore në bashkëpunim me ekspertët e Akshit dhe të ADS-s. Shqipëria është i vetmi vend në rajon që merr pjesë në 3 skema të SEPA-s, duke zgjeruar mundësitë për pagesa ndërkufitare në euro. Përfituesit kryesor janë qytetarët dhe bizneset që paguajnë komisione shumë më të ulta për pagesat ndërkombëtare. Shqipëria merr pjesë në 3 skema të zonës unike të pagesave në euro. Sipas një dokumenti të Këshillit Evropian të pagesave, 13 institucione financiare në vend ofrojnë mundësinë e kryerjes së pagesave standarde në euro me SEPA. Vendet e tjera të rajonit, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, marrin pjesë në maksimumi 2 skema të zonës unike të pagesave në euro, ndërsa Shqipëria ofron më tepër metoda të realizimit të pagesave ndërkufitare nëpërmjet këtij sistemi. Kështu, një institucion financiar në vend ofron gjithashtu mundësinë e kryerjes së transfertave të menjëhershme të kreditit SEPA, version ky i përmirësuar i transfertave standarde. Kjo skem mbështet transfertet e parave deri në 100.000 euro midis bankave pjesëmarrëse ose ofruesve të tjerë të shërbimeve të pagesave. Vetë fjala menjëhershme nënkupton se shumica dërmuese e transaksioneve përpunohen brenda pak sekondash dhe janë të disponueshme 24 orë në 7 ditë të javës për 12 muaj të vitit. Gjithashtu, vetëm një institucion financiar shqiptar merr pjesë në SEPA Direct Debit Core. Kjo skema mundëson bizneseve ose ofruesve të shërbimeve të mbledhin pagesa direkt nga llogaritë bankare të debitorëve, në këtë rast konsumatorët. Konsumatorët duhet të japin pëlqimin e tyre të qartë duke nënshkruar një mandat për të marrë pjesë. Kjo skem shpesh përdoret për të mbledhur pagesa të përsëritura, siç janë faturat e shërbimeve, abonimet ose shlyerjet e kredive. As Shqipëria dhe as vendet e tjera të rajonit nuk janë përfshirë akoma në skemën SEPA të projektuar vetëm për transaksionet midis bizneseve, që përdoret shpesh për pagesat të përsëritura, siç janë pagesat e faturave, tarifat e abonimit, antarësimit dhe pagesat e furnizuesve, dhe as në skemën e re kur rezulton që banka njërës palë të jetë në SEPA dhe tjetrës jo. Me SEPA, qytetarët, bizneset dhe ekonomia shqiptare përfitojnë drejt për drejt kosto 5 deri në 10 herë më të ulëta për transfertat ndërkufitare në euro. Për pagesat elektronike deri në 20.000 euro komisioni është maksimumi 2 euro. Për pagesat 20.000 deri në 100.000 euro komisioni varion nga 2 deri në 10 euro. Për pagesat mbi 100.000 kostoja është maksimumi 25 euro dhe për remitancat maksimumi 3 euro. Ministria e Financave emetoi 25 miliard lek titull qeveritar për gjatë muajit maj, ku pjesën më të madhe e zon obligacionet, ndërsa normat e interesit varionin sipas afatit të maturimit. Për qershorin, qeveria planifikon të sigurojë 30.5 miliard lek financim të ri përmes 8 ankandeve të tjera. Gjatë muajit maj janë zhvilluar 7 ankande për shitje titullsh qeveritar nga Ministria e Financave më së shumti obligacione. Ministria ofroi përshitje 25 miliard lek titull qeveritar në total në tregun primar, prej të cilave 10 miliard lek bono thesari dhe 15 miliard obligacione. Procesi i shitjes së këtyre instrumenteve zhvillohet në ato që quhet tregu primar, pra momenti kur qeveria shet për herë të parë titull dhe merr drejt për drejt parat nga investitorët. Në këtë treg marrin pjesë kryesisht bankat tregtare, institucionet financiare dhe në disa raste edhe investitorët të tjerë institucional. Për bonot e thesarit 12 mujore, norma mesatare e interesit të ofertave konkurruese u përmbyll në nivelin 2.57%, ndërsa për obligacionet yieldi kato varioi nga 2.75%, për rihapje obligacionesh 2 vjeçare në 6.5%, për emetim të ri obligacionesh 20 vjeçare.
pasi këta tituj janë blerë në tregun primar, ato mund të tregtohen më tej në tregun sekondar. Ky është tregu ku titujt e borxhit që janë emetuar më parë mund të blihen dhe shiten mes bankave, institucioneve financiare apo investitorëve të tjerë, pa përfshirë drejt për drejt qeverinë në transakcion. Nga banka zhvilluese të tregut realizuan 8 transaksione në tregun sekondar, me vlerë totale 591 milion lek. Transaksionet janë kryer me bankat zhvilluese të tregut, kompanitë e sigurimit dhe klientët me pakicë. Ndërkohë në qershor 2026, Ministria e Financave planifikon të emetojë nëpërmjet 8 ankandeve 30.5 miliard lek, nga të cilat 16 miliard janë bono thesari dhe 14.5 miliard obligacione. Sektorët prodhues nisën vitin me rritje, ku energjia, furnizimi me ujë dhe ndërtimi shënuan përmirësime të ndjeshme në prodhim, shitje dhe punësim. Ndërkohë industria avion të mbetet nën presion duke regjistruar rënje të aktivitetit dhe treguesve kryesor. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, pothuajse të gjithë sektorët e prodhimit të mirave kanë shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, me përjashtim të industrisë. Të dhënat tregojnë se ekonomia ka pasur një ecuri pozitive në disa fusha kryesore, ndërsa industria avion të përballet me vështirësi. Industria ka regjistruar një rënje të shitjeve neto me 3.1% dhe të prodhimit me 4.9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjithashtu edhe treguesit e punësimit kanë pësuar dobësim, ku numri të punësuarve ka rënë me 2.9%, ndërsa fondi i pagave është rritur me 7.5%. Kjo tregon se sektori industrial vijon të jetë nën presion, pavarësisht përmirësimeve në pjesë të tjera të ekonomisë. Ndërkohë një zhvillim shumë pozitiv është shënuar në sektorin e energjisë elektrike, gazit dhe avullit, i cili ka pasur një përmirësim të ndjeshëm. Indeksi i shitjeve neto në energji është rritur me 17.6% krahasuar me një vit më parë, ndërsa prodhimi ka shënuar një rritje të fortë prej 45%. Edhe punësimi në këtë sektor është rritur me 2.1%, ndërsa fondi i pagave ka shënuar një rritje prej 13.1%, duke reflektuar një zgjerim të aktivitetit. Edhe sektori i furnizimit me ujë ka paraqitur një ecuri pozitive gjatë kësaj periudhe. Indeksi i shitjeve neto është rritur me 15.1%, ndërsa prodhimi me 5.6%. Në të njëjtën kohë, numri të punësuarve është rritur me 0.3%, ndërsa fondi i pagave ka shënuar një rritje të konsiderueshme prej 18.5%. Ndërtimi vijon të mbetet një nga sektorët më dinamik, duke regjistruar rritje në disa tregues kryesor. Shitjet neto në këtë sektor janë rritur me 8.6%, ndërsa fondi i pagave ka shënuar rritjen më të lartë me 22.4%. Po ashtu edhe prodhimi dhe numri të punësuarve kanë pasur një rritje respektivisht prej 7.2 dhe 5.6%, duke treguar vijim të aktivitetit të lartë në këtë fushë. Eksportet shqiptare po diversifikohen me rritje të fortë drejt Kinës, SBA-s, Kosovës dhe Kroacisë, ndërsa Italia dhe Spanja kanë humbur terren sipas shifrave të 5 mujorit të parë të vitit. Të dhënat nga Instat për 5 mujorin e parë të vitit aktual tregojnë një zgjerim të eksporteve shqiptare drejt vendeve të rajonit, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa Italia dhe Spanja kanë shënuar rënje të ndjeshme. Sipas shifrave, eksportet shqiptare arritën në rreth 158 miliard lek në periudhën janar-maj të këtij viti, me një rritje prej 4.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Megjithatë, pavarësisht rritjes së përgjithshme, tregjet kryesore kanë shfaqur ecuri të ndryshme. Italia mbetet partneri më i madh tregtar i Shqipërisë, por eksportet drejt saj ranë me 5.6%, duke zbritur në rreth 60.7 miliard lek. Rënje dhe më të fortë u regjistrua drejt Spanjës, ku eksportet u tkurrën me 41.8%, një nga rënjet më të mëdha mes partnerëve kryesor tregtar. Në të kundërt, eksportet drejt Kinës u rritën me 83.3%, duke arritur në mbi 6.5 miliard lek, ndërsa eksportet drejt Shteteve të Bashkuara u zgjeruan me 75.9% në mbi 3.2 miliard lek. Rritje të fortë shënuan edhe Turqia, Kroacia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Edhe Gjermania dhe Greqia vijuan të forcojnë rolin e tyre si destinacione të rëndësishme për mallas shqiptare, me një rritje mbi 21% në të dyja rastet, duke kompensuar pjesërisht dobësinë e eksporteve drejt Italisë dhe Spanjës. Sa i përket importeve, Shqipëria vijon të mbështetet kryesisht te Kina, nga ku importet u rritën me 26.2%, duke arritur në mbi 52.3 miliard lek. Rritje shënuan gjithashtu importet nga Rusia, Kosova, Greqia dhe Zvicra. Nga ana tjetër, importet nga Italia, partneri më i madh tregtar i vendit, ranë lehtë me 0.7% për gjatë 5 mujorit, ndërsa tkurrja u regjistrua edhe për Gjermaninë, Turqinë, Maqedoninë e Veriut, Spanjën dhe Ukrainën.
Borxhi total që klientët kanë ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ka shënuar një rënje të lehtë për gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026. Rënja është ndikuar kryesisht nga ulja e detyrimeve të papaguara të klientëve familjar, bizneseve dhe institucioneve publike. Borxhi total që klientët kanë ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ka shënuar një rënje të lehtë gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026, krahasuar me fundin e vitit 2025. Sipas dhënave zyrtare, vlera e detyrimeve të papaguara ndaj OSHE-s nga klientët familjar, institucionet shtetërore, subjektet jo buxhetore dhe bizneset arriti në 79.47 miliard lekë në fund të prillit 2026, nga 80.89 miliard lekë që ishte në fund të dhjetorit 2025. Rënja e stoku total të borxhit është ndikuar kryesisht nga ulja e detyrimeve të papaguara të klientëve familjar, bizneseve dhe institucioneve publike, ndërkohë që detyrimet e kategorisë jo buxhetore kanë mbetur në nivele thuajse të njëjtë. Konkretisht, stoku i detyrimeve të prapambetura për klientët familjar zbriti në 44.52 miliard lekë nga 45.16 miliard lekë në fund të vitit 2025. Edhe për bizneset, niveli faturave të papaguara u ul në 8.78 miliard lekë nga 9.5 miliard lekë që ishte në fund të dhjetorit. Ndërkohë, për institucionet buxhetore, detyrimi ndaj OSHE-s arri në 5.19 miliard lekë në fund të prillit 2026, kundrejt 5.32 miliard lekëve në fund të vitit të kaluar. Sa i takon kategorisë së klientëve jo buxhetor, ku përfshihen dhe shoqëritë e ujësillës kanalizimeve, borxhi arriti në 20.97 miliard lekë nga 20.91 miliard lekë në fund të dhjetorit 2025. Megjithëse stoku i përgjithshëm i detyrimeve ka shënuar një tkurrje të lehtë gjatë muajve të parë të vitit, niveli borxhit ndaj OSHE-s mbetet pranë kufirit të 80 miliard lekëve, duke reflektuar vështirësitë e vazhdueshme në arkëtimin e plotë të faturave të energjisë elektrike. Linja hekurudhore Tiranë-Durrës do të përshkohet për 36 minuta e 22 sekonda, ndërsa udhëtimi nga Tirana drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza do të zgjasë 19 minuta e 47 sekonda. Dokumente zyrtare parashikojnë një total për 118 shërbimesh në ditë pune. Teksa pak ditë më parë u publikua procedura për përzgjedhjen e operatorit privat që do ofrojë shërbimin e transportit hekurudhor të pasagjerëve, dokumentet e publikuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë zbulojnë dhe mënyrën se si pritet të funksionojë ky shërbim. Sipas paketës bazë të shërbimit publik, linja Tiranë-Durrës do përshkohet për 36 minuta e 22 sekonda, ndërsa udhëtimi nga Tirana drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza do zgjasë 19 minuta e 47 sekonda. Të dy shërbimet parashikohet të nisin në vitin 2027, pas përfundimit të punimeve në linjën e re hekurudhore të elektrifikuar. Dokumentet parashikojnë një total prej 118 shërbimesh në ditë pune, prej tyre 44 do realizohen në linjën Tiranë-Durrës dhe 74 në segmentin Tirana-Aeroport. Në fazën fillestare të operimit do të përdoren 4 trena elektrik, ndërsa volumi i shërbimit llogaritet në mbi 1 milion kilometra tren në vit. Plani afatgjatë i zhvillimit të rrjetit hekurudhor parashikon zgjerimin e kontratës edhe në linja të tjera kombëtare. Sipas dokumenteve, segmenti Tiranë-Hani-Hotit do mund të vihet në funksion në vitin 2030 me një kohë udhëtimi prej 1 ore 30 minutash, ndërkaq linja Durrës-Pogradec parashikohet të hapet pas vitit 2035 me një kohë udhëtimi prej rreth 3 ore 15 minuta. Me zgjerimin e rrjetit, volumi i operimit pritet të rritet ndjeshëm, duke arritur në rreth 4 milion kilometra tren në vit deri në vitin 2036. Dokumentet parashikojnë gjithashtu shtimin e flotës së trenave elektrik për të përballuar rritjen e shërbimit dhe zgjerimin e rrjetit hekurudhor në vend. Qendra e ngushticës së Hormuzit është e bllokuar me rreth 80 mina, që do të duhet të pastrohen për të rifilluar transporti normal detar. Industria e transportit detar pret një rikthim në përdorimin e rrugës standarde, e cila para konfliktit lejonte rreth 130 anije në ditë të kalonin në mënyrë të sigurt ngushticën.
Qendra e ngushticës së Ormuzit është e bllokuar me rreth 80 mina që do të duhet të pastrohen për të rifilluar transportin normal detar, tha organi i pavarur tregtar i pronarëve të tankereve. Disa nije filluan të largohen nga gjiri përmes pikës kyçe të bllokimit detar të njëjtën pas nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Megjithatë, transporti detar nuk pritet të kthehet në normalitet së shpejti, edhe nëse armpushimi zgjat, për shkak të minave dhe pengesave të tjera, duke nënvizuar sfidat e vazhdueshme me të cilat përballet tregtia globale. Gjatë konfliktit, Teherani vendosi mina në qendër të ngushticës në skemën e ndarjes së trafikut, e cila ka qenë në fuqi midis Iranit dhe Omanit që nga viti 1968 për të kufizuar lëvizjen e tankereve dhe anijeve të tjera. Industria e transportit detar pret të shohë një rikthim në përdorimin e rrugës standarde, e cila para konfliktit lejonte rreth 130 anije në ditë të kalonin në mënyrë të sigurt ngushticën, përmes së cilës kalonte rreth 20% e naftës globale. Me një numër të lartë anijesh që përpiqen të kalojnë nëpër zonat të ngushta të Ormuzit, industria e transportit detar po paralajmëron për rrezikun e përplasjes. Ky rrezik është intensifikuar nga bllokimi i sinjalit që thuhet se ka kryer Irani gjatë konfliktit, ku ndërhyrja elektronike ka penguar sistemet e navigimit dhe pozicionimit të anijeve të funksionojnë, duke i lënë ato praktikisht të lundrojnë të verbra. Një përplasje, bllokim në tokë ose fundosje mund të prish më tej tregtinë globale. Besohet se gati 600 anije janë ende në gjerin persik, ku janë ankoruar që nga shkurti, që do të thotë se do të duhet kohë për të pastruar ngarkesa mbetur. Shqetësime të mëtejshme mbeten lidhur me Iranin, që thotë se planifikon të vendosë një tarifë detare për anijet që kalojnë ngushticën. Taksat të tilla janë të palishme sipas ligjit ndërkombëtar. Sipas kushteve të memorandumit Shtetet e Bashkuara Iran, ky i fundit duhet të sigurojë kalimin pa pagesë për anijet tregtare për të paktën 60 ditë, me rivendosjen e plotë të trafikut brenda 30 ditëve. Teherani ka thënë se do të vendosë anijeve tarifa për të mbuluar koston e menaxhimit të rrugës ujore pas periudhës 60 ditore. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.